Trajneri Silvinho po kalon një ëndër te kombëtaria shqiptare. Braziliani u afrua në janarin e vitit 2023 dhe në 3 vite është bërë më i suksesshëm në histori. Përpara është faza play-off e botrorit 2026, ndërsa Silvinho është ndalur në Itali për të rrëfyer shumë detaje nga karriera e tij dhe jo vetëm. Duhet të pranoj se jam qytetar i botës. Jetova në Brazil deri në moshën 23 ose 24 vjeç. Pastaj isha në Angli, Spanjë, te Celta Vigo dhe Barcelona dhe përsëri në Premier League. Punova me Mancinin tek Interi dhe më pas te Seleção. Udhëtimi im ka qenë i gjatë, i kam përjetuar të gjitha. U shpreh fillimisht Silvinho për gianlucadimarzio.com. Jeta në Shqipëri është pothuajse braziliane. Shqiptarëve u pëlqen të bisedojnë dhe të kalojnë kohë së bashku. Kontakti është një pjesë themelore e komunikimit jo verbal. Kjo me siguri më ndihmoi të përshtatem me një kulturë dhe një vend me të cilin nuk isha i njohur. Është e njëjta gjë dhe në Itali. Motivimi. Ivan Carminati, ish trajneri i fitnessit i Mancinit tek Interi, më tha: "Silvio, do të jesh një trajner i shkëlqyer sepse je në një udhëtim të shkëlqyer. Unë jam lloji personit që i çmon këto fjalë, secili ka ritmin e vet. Kjo është jeta." Licenca trajnerit. Me UEFA Pro pata përvojë të pabesueshme. Me Gasperinin dhe Allegrin, pash nga afër udhëtimin e tyre dhe stilin e tyre të menaxhimit, ishin të gjitha këshillat të dobishme që i mora me vete. Ndryshimi mes trajnerit dhe përzgjedhësit. Roli i një përzgjedhësi është krejtësisht i ndryshëm nga ai i një trajneri. Metodologji të ndryshme hyjnë në lojë, ka shumë seanca stërvitore në shumë pak ditë. Gjithashtu duhet të merrni në konsiderat lojtarët që mund të mbërrinë për ekipin kombëtar pas një udhëtimi të gjatë. Është e rëndësishme të përgatiteni siç duhet atje. Padyshim është një sfidë mrekullueshme. Mancini dhe Italia. Ka disa trajnerë që të lënë me diçka. Në fund të çdo seance stërvitore, Mancini vraponte për 20 minuta. Unë i bashkohesha dhe bisedonim për gjithçka, si për futbollin dhe për formacionet, pozicionimin, ashtu edhe për jetën. E kam përjetuar Mancinin si lojtar dhe si koleg. Ai është i drejtë për drejtë, nëse do të tregojë diçka, do të shohë në sy. Është një person i pastër, ka shumë personalitet, nuk është e lehtë të menaxhosh skuadrat që ka stërvitur. Brazili. Të përballesh me Italinë ka qenë gjithmonë emocionuese dhe një nder. Maldini dhe Baggio janë një ndër më të fortët që kam përballur ndonjëherë. Përjetimi i Shqipërisë për botrorin. Pas 3 pikëve që fituam në Serbi, gjërat ndryshuan dhe herën e parë që u kthyem në vend, ata na pritën me shumë entuziazëm. Jemi të lumtur që e prezantojmë Shqipërinë nga një perspektivë tjetër. Përtej vendit të plazheve, tani ka edhe futbollin. Udhëtimi. Të drejtosh Shqipërinë është vërtet një gjë e mrekullueshme në jetën time. Kam një pasion për vendin, për njerëzit. Jemi aty që 3 vjet dhe po bëjmë një punë të shkëlqyer. Duhet i përgëzoj të gjithë lojtarët me të vërtet. Arritja në një fazë eliminatore të Kupës së Botës për herë të parë është një arritje e madhe. Do të luajmë për të praktikisht 3 muaj para fillimit. Jemi të lumtur, por duhet të përgatitemi mirë. Ekipi i Shqipërisë. Ata janë një ekip shumë i organizuar në fushë, duhet ta them këtë. Ka diçka europiane tek ata, është një përzierje. Kemi marrë pak nga futbolli spanjoll, por edhe intensitetin e çmendur të futbollit britanik. Por Brazili është në gjakun tim. Jam brazilian edhe si person. E lë veten të lirë dhe nuk ndalem. Shqipëria drejt botrorit. Në thelb ka 12 grupe dhe disa prej tyre janë në fazën eliminatore. Nga kjo fazë në të cilën duhet të luajnë por edhe ekipe kombëtare si Italia, Suedia dhe Polonia, vetëm 4 ekipe do të avancojnë. Do të ketë 16 ekipe kombëtare më shumë se zakonisht, kështu që do të luhet ndryshe. Nuk është e lehtë. Forca jonë qëndron gjithashtu në bindjen e lojtarëve se mund të bëjmë mirë dhe të ndjekim vërtet rrugën e duhur. Faza play-off. Nuk e di se ku do të gjej një datë për të vendosur një ndeshje, është shumë e vështirë. Në Shqipëri kemi lojtarë që vinë nga e gjithë bota, nga Korea, Irani, kudo, nuk e di, është diçka për të cilën ende nuk jam i qartë. Periudha deri në mars. Kam avantazhin që kam qenë atje për disa vite dhe kur mbërrita fillova një proces për të njohur me lojtarët. Jam shumë komunikues dhe në fakt unë, Doriva dhe Pablo Zabaleta do të udhëtojmë në qytete të ndryshme për të pirë një kafe të këndshme me lojtarët dhe për të biseduar pak. Gjatë javës ata përgatiten për një ndeshje, pastaj zakonisht luajnë të dielën dhe unë jam atje të martën pasardhëse. Kemi një marrëdhënie të shkëlqyer me lojtarët, por edhe me klubet, dhe nga janari duhet të fillojmë të punojmë me shumë kujdes.
po mendojmë të vizitojmë 3 ose 4 lojtarë në maksimum. Duam të shohim lojtarët në fushë sepse kjo është gjithmonë një metodë e mirë. Lojtarët e Serie A. Lojtarët e Serie A sjellin shumë taktik në Shqipëri. Futbolli italian është i fortë, një ligë e vështirë, ka shumë komponentë zhvillimi taktik dhe fizik. Kemi qenë në një udhëtim të mirë për 3 vjet, kemi vizituar shumë lojtarë në Itali, janë djem që po mësojnë shumë, ata luajnë në një ligë të madhe dhe mund ta shihnim menjëherë rritjen e tyre. Duhet i falenderojmë të gjithë lojtarët që po bëjnë një punë fantastike. E ardhmja. Më pëlqen shumë të shoh lojtarët të zhvillohen. Kemi 2 lojtarë që ishin në ekipin U21 një vit e gjysmë më parë dhe janë përmirësuar shumë. Njëri prej tyre luan për Lecën, me Don Berisha, e çova në Europianin 2024 në Gjermani në mënyrë që të fitonte pak përvojë. Tjetri është Adrian Pajaziti, i cili tani luan për Hajdukun e Splitit në Kroaci. Ai më parë ishte te Fulhami dhe më pas bëri një hap të rëndësishëm përpara. Janë 2 lojtarë të ndryshëm edhe pse të dy janë mesfushor. Unë besoj shumë tek të dy, ka shumë të tjerë, por tani për tani, 2 lojtarët që kanë bërë më shumë përparim janë ata.